Flavio se si e gjen Partinë Socialiste këtë 35 vjetore. Pra, sepse është një nga forcat kryesore politike bashkë me Partinë Demokratike që i ka dhënë formën pluralizmit. Pavarësisht se debatet janë, është 85 vjetori i krijimit të Partisë Socialiste apo është 35 vjetori. Mund të jetë 35 vjetori i ndërimit të emrit. Sepse debati qëndron, të gjitha variantet janë. Është një forcë politike e cila duhet theksuar shumë më ndryshe nga ajo që ka marrë zoti Rama. Ka shumë pak individualitete, ka shumë pak njerëz të cilët marrin përsipër të bëjnë një debat. Fakti që jam unë këtu dhe nuk ka një përfaqësues zyrtar nga Partia Socialiste tregon shumë. Kemi kaluar nga emra si që kanë qenë Arben Malaj, Arta Dade, Valentina Leskaj, Pandeli Majko, emra të cilët dilnin bënin debate, kishin tjetër pesh. Kemi kaluar tek emra që nuk i mbahet mend asnjë, pra mbahet mend logoja, po nuk mbahet mend emri. Ose mbahen mend skandalet e tyre të vogla. Pra, nëse ne bëjmë një krahasim si e mori zoti Rama dhe si e ka transformuar, padyshim që nëse flasim për shifrat i ka në favor, sepse ka fituar, por e ka bërë një parti e cila është më disiplinuar, por është një garnizon i vërtet dhe duket sigur, unë kam thënë edhe një herë tjetër, nuk qarkullon asnjë mendim, nuk qarkullon asnjë, nuk ka debate pothuajse fare të brendshme. Dhe diskutimi është zoti Rama nuk do jetë një kryetar i përjetshëm i Partisë Socialiste. Sepse nuk ka logjik as politike as në sense të tjera. Dhe cila është trashëgimia? Pra ti lë pas një parti politike e cila është e disiplinuar, por është në fije të perit mes një partie që është totalisht autoritare, pra nuk është që ka mendime, ka diskutime, ka debate. Se për shembull, po pyeteshin strukturat e Partisë Socialiste, pjesa e shëndetshme. Jam dakord që nuk do ishin nuk bërë këto dekorime. Nuk do përqafonin një qasje të tillë. Pra pse duhet të dënohet një njeri i cili ka mëkate ligjore dhe i ka zyrtare edhe nga gjykata. Dhe nuk është se i ka për, po themi, dyshime për korrupsion ose shpërdorim detyre. Por Arber, kam një pyetje. Kryeministri Rama ka qenë përgjatë gjithë kohës tejet i kujdesshëm tek simbolika, qoftë edhe te dekorumi i shtetit apo dekori i ligjshmërisë, paktën në dekor, në aspektin e jashtëm, e ka bërë gjithmonë me shumë kujdes këtë edhe në artikulim. Dhe dim dhe dyshojmë që në prapasken ka vepruar, ka bashkëpunuar me organizata kriminale e tjera. Pse këtë herë ka bërë të kundërtën? Pra publikisht e ka zhbërë dekorin dhe strategjinë e tij disa vjeçare publike dhe ekspozohet në këtë formë. A ka një ndryshim rrënjësor strategjia? A ka një urgjencë kryeministri? Unë besoj që Rama është i qartë dhe bën gjithçka për fitoren. Pra, gjithçka... Qoftë në mënyrë meskine, makiavelike. Makiavelike, pra, është rezultati, justifikon qëllimin e tjerë. Pra, unë besoj që zoti Rama është i qartë, do një fitore bindse në zgjedhjet e ardhshme lokale. Me çdo kusht. Me çdo kusht, me gjitha format dhe me sa duket do të arrijë një gjë të tillë, sepse po shikoja dje me shumë vëmendje. Pra një fitore që kalon dhe nga bandat e Durrësit apo të qyteteve tjera. Nuk e di atë, me bandat nuk di të them sepse raportet nuk e Çyrbia prandaj e bëri burgun, se ishte. Po flasim 2021-shin. Gjithmonë nuk ka dalë ndonjë gjë për 2025-ën, që të jemi sinqert. Pra duhet të jemi kujdesshëm me faktet. Se me perceptime ne mund flasim nga mëngjesi ndark, se për Durrësin kritika ka patë ndaj opozitës që ka përdorur etj. Por ajo që mund të them unë është që do një rezultat të thellë, bindës, nëse do ketë edhe ndryshim të hartës territoriale, mund të kemi super bashki. Pra, brenda bashkisë së Durrësit mund të kemi edhe disa bashki që për momentin janë autonome. Ne mund të kemi një fuzion në një bashki. Dhe do duhet patjetër praktikisht qarqe, domethënë. Do duhet një punë akoma më e madhe nga strukturat për të fituar